Mirë, ditën e sotme kandidatura e presidentit Donald Trump për ambasador në Shqipëri do të ketë një raportim në Komisionin e Jashtëm. Ndjekim disa momente nga kjo seancë. Finally, I want to thank my loving wife Laura behind me for her strength and courage as we face another great journey together. I also want to say a personal Dua të them edhe përshëndetje Australisë në këtë ditë të madhe të konfirmuar. Dua gjithçka të vendit tuaj, jam një fanatik tenisi, ndjek gjithë kompeticionet dhe jam i gatshëm për të punuar për diplomacinë sportive, për te kufive. Vlerësoj sensin e humorit mbi të gjitha dhe vlerësime të tjera. Aristoteli thotë që miqtë e vërtet duhet të ndjekin për kushtime dhe vlerat e përbashkëta dhe u mendoj që këto i kemi. Shtetet e Bashkuara kanë humbur humbje të mëdha në luftën e dytë botërore. Australia ka qenë me ne në çdo hap me besnikëri, shoqëri dhe kurajo. Konfirmoj që jam i lumtur të ndërtoj miqësi të fortë me ju. Një aleat i rëndësishëm, Australia dhe e bën Amerikën më të sigurt. Marrëdhënia jonë me Australinë, me këtë administratë po thellohet dhe takimet e tona të fundit diplomatike i besoj se i kanë çuar këto marrëdhënie në nivele më të larta miqësie. Prioritetet tona të përbashkëta në si marrëdhënie tregtare, bashkëpunimi në mbrojtje dhe partneritet në zonën Australia vion të mbetet një treg i rëndësishëm për kompanitë amerikane dhe dua të siguroj një mjedis të sigurt për bashkëpunimet tona tregtare dhe partneritetet tona, të cilat do të rriten në $3 trilion në vitet e ardhshme. Konfirmoj që do të vazhdoj të bashkëpunoj dhe forcoj marrëdhëniet në çështjen e mbrojtjes në një mjedis të paprecedent të kërcënimit të Kinës. Si presidenti më ka udhëzuar, do të sigurohem që misioni të vijoj sipas prioriteteve. Së fundmi dua të zgjeroj partneritetin me Australinë në zonën e pajësorit dhe ishujt e pajësorit. Dua të fokusoj tek investimet, tek siguria për të luftuar influencën e Kinës dhe ju falenderoj dhe pres pyetje nga ju. Radha për zotin Wendt. Antar të komisionit jam i nderuar për besimin e presidentit Trump për këtë nominim për të qenë ambasador i Shqipërisë për 34 vite. Unë kam shërbyer Shtetet e Bashkuara si një ushtar i devotshëm dhe kam shpenzuar 30 vite në këtë sektor. Kam punuar në Departamentin e Shtetit për 2 vite duke udhëzuar në çështjen e autoritetit izraeli dhe palestinez në Jeruzalem, ku kam raportuar me sekretarin e shtetit në ato kohë, që kur jam tërhequr, jam nderuar për të dhënë mësim në Kaliforni rreth çështjeve të sigurisë si akademik.
Sot bashkëshortja ime është në Japoni me forcat tona ajrore në Amerikanë atje dhe vajza jonë për të ndihmuar së bashku me mbesën tonë ardhje, djali jonë i cili qëndron krah meje, ai gjithashtu i ka shërbyer shtetit. Ne jemi pra një familje që i do Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe jemi falendërues për oportunitetin për t'i shërbyer këtij vendi të jashtëzakonshëm. Si komandant i operacioneve speciale i NATO-s, disa trupa shqiptare ka qenë pjesë e komandës time dhe unë kam punuar me ta në terren në Shqipëri. Në Afganistan unë kam shërbyer si komandant i komandës rajonale i cili përfshinte trupa shqiptare dhe e di që forca speciale shqiptare